Selam aleikum të dashur shikues të radio televizionit Liria, mirë se erdhët edhe këtë të martë në emisionin Ta njohim të vërtetën. Po takohemi bashkë edhe sonte drejt për drejt me ju edhe me mysafirin e nderuar që e kemi të ftuar në studio, doktor Shefqet Krasniqi. Emisionin përveç që mund ta ndiqni drejt për drejt nga radio televizioni Liria, gjithashtu përcjellet nga të gjitha kanalet ose rrjetet sociale të profesorit të nderuar në Facebook Dr. Shefqet Krasniqi, transmetohet drejt për drejt në kanalin e YouTube-s, gjithashtu edhe në TikTok. Numri i telefonit ku mund të bëni pyetje është 046 220022, të cilin gjithashtu e keni edhe në ekran. Profesor, selam aleikum, mirë se erdha. Aleikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se gjej. Allah ju apranoft agjerimin edhe të gjitha veprat që po i bëni këtë ditë, edhe për mundin e kohën që po e ndani, edhe për neve dhe për shikuesit e emisionit ton. Derisa ta kemi ndonjë telefonues, një dëgjues profesor pyet, thot jam një vajzë 25 vjeçare dhe nuk kam agjëruar derisa i kam bërë 21 vjet. Pastaj Allahu më ka udhëzuar, kështu që tash agjëroj. Po thot pyetja ime është çka mundem me bë me Ramazanat që më kanë kalu pa i agjëruar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Allahun e madhruar, falenderojmë, pejgamberit Muhammed, salavat dhe selam i dërgojmë, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjitha atyre muslimanëve dhe muslimaneve, të cilët rrugën aty burrë të madhe kanë ndjekur dhe kanë pasuar deri në këtë kohë dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj fillimisht dohet më penduar robi për farzët të cilat i kanë kaluar më herët pa i kry. Pra, pas është udhëzuar këtë rast për Ramazan, po zakonisht bashkën edhe agjërimi edhe farzët e tjera, edhe namazet e farzët e tjera, robi dohet pendohet, tobja, pendimi është seni i parë, hapi i parë që ka duhet të ndërmarë robi, posa të kuptoj se ka lënë diçka mangu, apo ka bërë një vepër të keqe. Dhe dërë më distancu, veprës të keqe, apo punën e mirë farzën dërë me plotësu, dërë me kry qatë detyrë, qatë urdhër të Zotit. Seni i parë duhet të pendohet të Allah. Të pendohet me zemër, të pendohet me gojë. Duke thonë, stakfirullah, o Zot, po pendohem për Ramazanit që kam lanë, për namazin që kam lanë, për shamin që kam lanë, për farzët që lënë robi, për zeqatin, për haqë. E pastaj, vendos mës me lanë mu kurrët farzë. Fillon me kry dhe mos me lanë mo. Dhe mbetet çështja tjetër, çka me bo për farzët të kaluara. Në fakt, lënia e namazeve, lënia e xhirimit, ulemat kanë diskutuar për këtë mesele. Dhe me shiku mendimin e shumicës prej tyne dhe hanefit, thonë se dohet me bë kasa. Por ka problemave të tjerë, ndërta Ibn Taymija dhe disa bashkahës, po dhe disa selef, ulemat selefit parë, të cilët thonë se me momente që është penduar robi, është vijë ndarëse nga ka mes kaluarës dhe mes të ardhmes. Robi, kur pendohet te Allahu me pendim të sinqert, ai në fakt po futet në një fazë të re të jetës së tij apo të saj. Në një fazë të re. Po lidh marrëveshje
kontrat me Zotin e tij. Kontrat nenet e se cilës e përfshin krejt i jetën e këtina. Nëse s'ka qenë kërkon. Apo përfshin disa detyra farze nëse vetëm që ato ka qenë mangu. Si fjallën vijë mbulesa, ose namaz, ose agjerimi, ose se kanë zirë zeqatën dyre me tani, e që hala shumë është problem të shqiptarët e tonë. Hala është problem të pasko namaz, të haxhit, njerëz përkushtuar ndaj fesë, humanist, borrat mirë, njerëz xhamis, i thuja për zeqatën, e thët po për jepi, njën t'ja dhash që atje, njën t'ja dhash që to, her jepi që atje, o, muslimon, apo më flet për sadaka, apo më flet për zeqati. Dhe kupton se haj nuk din me i dalu këtë të dyja, i kanë dëgju si shprehje, por nuk din me i dalu këtë prej asaj edhe mendon se veç me dhanë, pa ditë sa në sasi, pa edhe pa pas njetin për zeqat veç, për sadaka veç. Po kjo ka dalim si namazin farz, ose masim në Ramazan. A nuk e din muslimant. Tani është Ramazan, jem agjerushëm. Kalen Ramazani mas një muj dite, një muj e 10 dit, vjen hashurët. Masavi vjen e ardhë, dhe lëgjë Muharram, tamam. Jo, mas 3 masajit është një muj dit. Pika edhe 3 muj dit. Pe i Ramazanit. Se 2 muj vjen Bajrami tjetër, ditëm pe Bajramit vogë, Bajramit të Kurbanit, deri në ditën e Ashurave. Po, ta zonë ditën e Arafatit, që ka më herët. Që është senet i fort. I fort. Ose të hanëm tajte. Ose 30 mesmet çdo muaj. Ta muslimanët e dinë se kjo është agjerim, kjo është agjerim. Por, a nuk dallan agjerimi Ramazanit me agjerimin e Arafatit e Ashureve, ditëve të bardhe, ta në dinë mëre. Dhe thë një kjo farz, kjo është i veçantë, shumë mirë, shumë mirë. Këta s'ban pa agjeru, këta është strikt shumë mirë. Po haja tje, ajo mirë me agjeru, lume që agjeron, po nuk ka pa qare. Shkelqyshëm edhe aprovimin. Po njëjta është zeqate dhe sadakaja. Njëjta është namazë farz dhe namazë nafile, o musliman. Pra, të kthehemi në temë, Ibn Taymija dhe Salamat e Selefe thonë se robi me momentin që është penduar apo që pendohet, fillon një epokë të re. E që i bie e bardh. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë at-tawbatu tajubbu ma qablaha. Pendimi të falë gjunahet që i ke bërë më herët la ilaha illallah. Andaj pa thëmë epokë e re, e bardh. Kje kujdes që ka po shënanën te. Kje kujdes. Dhe kje i bie sigur se me hy në islam rishtasi. Andaj kanë thonë mjaftan në tobe të dhe istigfari për farzët e kaluarat të cilët i kelan. Por, a mendimi tjetër që është shumicës, ata thonë dhe të më bëgë me kompensu. Tash me pletë respekt sa këto në qilë, respekt për mendimet të ulemave. Por nëse një shqiptari imi dhe yti, që na jem për tyne, ja ka njësë më falë dhe me agjeru mas 60 viteve. Unë nuk mund të them atina, bëni kaza 60-59 Ramazan, ose heqja 10 vjetë, që ka pasë obligim 12 Ramazane, 4 Ramazane. Unë nuk mund të them atina,
bëni 48 Ramazana kaza dhe falë namazën e 48 vjetë ka 5 ditë Ramazan. Nuk mund të them. Unë nuk mund të them atina. Unë atina i them, pëndoh të Allahu. Sa herë të bjen mend e kaluara jote, ke hangër, ke pi, ha, i garë me ata që falen, ose s'ke ba i garë, po krynë sejtë se ke qitë, o, robi Zotit. E nana e baba tu kanë agjiru dhe kanë më falë një shprej, kanë shtu i gjak. Dhe hati ke ras. Pëndohu të Allahu. Pëndohu të Allahu. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pëndohuni të Allahu me një pendim të plotë të sinqert. Dhe shtoni me nafile. Shtoni nafile. Nafile shtoni. Nafile shtoni. Por në këtë rast, kjo motra kanë zanë herët. Të kanë i 4-5 Ramazana, apo sa tha 5-6, është ma lehtë. është ma lehtë. Andaj, mundet me agjeru, kur dhe që agjeran, të nëmë tajtë 30 mes me 2 minut me agjeru, ka 2-3 ditë, së këtë që agjeran për para, ka njerëz hala, por ka qeni tradit e mirë, e nanave gjysheve tona, ka thonë 3 ditë e më dhej, agjeru shumë, kur pa ndërpëri, kur se ka ndërpëri, kur. E që në fakt nuk ka bashkë me senet, ashtu, sepse me senet nuk bën me agjeru mujnë e plotë. Po s'ka pas kështë e mësan. Po në parim ka qenë mira ja. Funja bëne që ashtu, nëse donë, ma se si janë shumë, ama kërësor është pendimit Allah Azza wa Jall. Allah të nderoft profesor. E presim telefonatën. Selam aleikum. Selam aleikum wa rahmatullah. Në barakatuh për ju dhe për hoxhën të nderuar. Faleminderit. Mirë se erdhët. Inshallah Allahu na pa na këtë haxhere me këtu vej pra qa mundohem me i bo për Allahun. Amin. Deshta me vonja 2-3 pyetje në fakt për hoxhën. Të namazet, për shembull unë jam në fabrikë më thonë ku punoj, është aty me ndrime. Edhe dhe më thonë kërë të është para dite, drejken, për shembull më janë zo edhe në gjami me falë, dhe më thonë kërë vitë shpia, po është më mirë për shembull me falë kërë të hinë vakti i drejkes, apo është më mirë me la për shembull kërë vi pak me vones, a më me falë në gjami komplet. Se dhe këtë jam punë, më me falë e shfarzën. Se për shembull s'kam shumë kohë me falë sunetet e kretë. Në gjami të falë, vetën a me gjematë? Ja vetën, se me gjematë që në zohë. Pse gjami të kanë me falë në shpe? Po dhe më bjetë që ne marë mu ka gjamija, për shembull bëj më këthy direkt në gjami mu falë. Ja, s'ki qa këthesh, kur je vetën mirë, vazhdo, bëne pyetjen ti. Po tjetër? Edhe për taravit, stash u ktheja për taravive, edhe hoxha dhe më thonë, pak pana e gut se tej për taravit. Dhe më kur t'hina në ati rekoti parë se t'ja njës me supanikën që është normal në fillim, dhe më thonë fill ja njës elfatja në thetë, shumë shpet, ka njerë hoxha vëllaj se muna s'pinzohe. Qatë shpet që e thetë, e nuk e di kërë, a është mirë me thonë hoqë, pak më ka dole se për me përna gusht në ekstrem. Se bile, kam një shëka i thetë kërë, s'pu me në zotë aman, asë qëra do. Edhe një pyetje për zakatin. A është për shembull zakati me dhonë veç në tolla ose në orje se kështu, apo është edhe nëse ki banesë ose diçka në Kosovë atje, se në jetojnë në Mërgim. Qëtu kënë pyetjet e mija hoqë, Allah është përblift, për këtu ligjërata, për këshillat mirat, në knoqe. Selamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ju rujt edhe juve që pëndani kohën edhe për na dëgjoni. Selamu alaikum. Allah të rujt. Punën e namazit, më mbon e përshtypje të pyetja parë që tha ka të vehin gjami. Gjami robi hin me falë namazin, kur është kohë namazit. Që me falë në gjematë. Për ndryshe, nëse
Nuk ka xhamate në xhami, kanë falë xhamate, shtëpinë e ke afër falën shpejtane. Por në shtëpi s'ki vend i ngosht ku ta diona nëpse një person të si me xhamat, unë falë xhami, por mos kujto, mos fal me atë synim. Se nëse falin xhami ke më shumë sevap, ja. Xhami ke sevap më shumë kur është namazi me xhamat. Kur është namaz me xhamat, ja fal xhami. Xhamatin shpejt, xhamatin xhami dallim i madh. Lërë më me fal vetë në shtëpi dhe në xhami me xhamat. S'ka lazohet. 25 herë me i vlefshëm. Sa me fal namazin vetë, namaz me xhamat. Tani, por ka të kalesh rrugës, dhe më fal nalë në xhami, nalo. Do më fal të shtëpia falë, por mos mendoj që kjo është më sevap se ajo. Vetën e fjala gjithmonë përsëris. A me fal fillim të kohës në punë, a me fal me vonë të plot të shtëpia ose në xhami? Jo, më vonë falet plot. Mrana përderisa është mrana kohës. Mrana kohës së drekës, falet plot. Çështja tjetër, hoxha pjagut taravit. Kjo është bela. Kjo është bela. Spro. Jo e mirë. Kjo është spro. Namazit ravi për çka është? Edhe në përgjithësi namazit për çka është? Hajgare me bë? Jo për hajgare, për rimnod, për shtrehum, për kësas me qajt, edhe bëj mahabet e hajgare, dikush kër mahabeti, relakso. Po me namaz hajgare më zbë. Me namaz hajgare më zbë. Me falë të ravit, për 20 minuta, 25 minuta, 1 minut një reqat, ma dje ma pak se 1 minut, 33 reqate, jatësia, me të ravi krejt, me falë për 25 minuta. Kjo është me bëhaj garë me namaz. Dhe të mjëtut zote qaj imam. Dhe të mjëtut zote gjemati. Nuk është shumë më rëndësi sa zgjat lezimin e Koranit, sa zgjat qëndrimin kam. Më rëndësi është ka minimum, nuk ka maksimum. Maksimum mund është krejt Koranin kam në reqatëve kënu. Për ata karën e për gjurëm të selefve të parëve tanë, se disa pejtyni se Osmani radiallahu anhu, për të tjerë, në një reqatë. E kanë zonë sabah. Kemi 10 raste. Ku ra në seqë dhe robi, me plëcu reqatën. Madhra Allahun, tesbih, istikfar, lutje, istikfar, lët, vaj, frindajt madhet Allah. E kanë zonë sabah të përsërit. O himu e zinë me thirazanën, që në ruku, qollë ka bë vendin të kajtë. Rast e tilla kemi mjaft, por nuk përkërkojmë atë. Kërkosh nuk ta kërkan atë. Minimumin e ka përshkru pejgamberi në hadithin e Ebu Hurerës, në Sahih Bukhari, që quhet as-salatu el-musiu salatuhu, personi cili është falë keq. Personi cili është falë keq, nuk është falë mirë. Ku ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë me shokët e tij në xhami. Xhamia
Qaj që kanë, që është edhe se që e pjesë gjamis. Një s'ka në një vend gjamis, diku tjetër ka një person, dhe ja ka njësë më falë, ka falë 2 rekate, pas të e ardhë, edhe ka dhënë pejgamberit selam. Selam alejke ya Rasulullah. Pejgamberi ka vazhgu duke falë atë, s'ka bozohë. Kur armi dhe selam i ka thonë, këthau, irgji, fa salli, fe inneke lem të salli. Këthau, falë dhe njëherë, sepse nuk ka falë. Nuk ka falët, ama i falë 2 rekate. A i falë 2. Pejgamberi tha, nuk ka falë. Ka falë 2 rekate. O këthi ka dhanë selam pejgamberit, prapi ka thonë, irgji, fa salli, fe inneke lem të salli. Këthau, falu, se si e falë. 3 herë radhës. Kër e tha për herën e 4, tha, ja Rasulullah, pasha, Allahu, që të ka dërgu ti pejgamber, nuk di ma mirë une, edhe 20 herë unë dash përshkaj, pas di, që këtë që jam une? Je sinqert aj? Je sinqert? Tha, nuk di ma mirë, pra unë dash përshkaj? Pa apet të përsëritit njëjten, apet ki më thonë të shka, apet ka më ardhë. Atër pejgamberi tha, ndëgja. Pra, dhe i tha, ja Rasulullah, fa allimni, mësam, ja Rasulullah, mësam i tha. E pejgamberi mësaj, tysh me marrë abdes, e tani kur të hinë namaz, e me marrë të këbirë fillestar, e me lezue, qka të dish për Koranit, i tha. Pra, nuk kam më rëndësi shumë e gjatë. Minata i nanë, kullu vallahun, marrë një ajet qoftë, por, thumë rka hatta tatme inë rakian, bërë në rëqu dhere sa të qëtësohesh në rëku. Dhe sa të qëtësohesh. Krejt të qëtësohesh, i të minan është të gjitha nyjet e trupit të cilat angazhohen, kërrusen këtë rast, me qëtësun vendin e vetë. Tak. Kërrusje, rëku. E sa nëse për kështo, nuk je nalë. Se në qëtësu, dhe për qëtësu, s'pakon 1 sekund, sa qëtësohet aja? Ta në që. Thumar fa hatta tatma inne qaimen, pas taj quthi semi Allahu limen hamide. Dere sa të rësh qëtësohen, nyjet, eshtrat, pozicionin në kam. Pas taj bjerë në segjde, dere sa të qëtësohen, eshtrat, gjimtyrët, e trupet në segjde. Pas taj ullu, prap dhe sa të qëtësohen, gjimtyrët, eshtrat, nyjet, në vendin e vetë, ullu. Pas taj bjerë segjde prap. Prap dhe qëtësohesh, pas taj që unë kam, pas taj përsërit e reqatën e 2 njëjtën gja. Ja dha i laqën. Qa ma pak se kaq? Hajgare kepa. Hajgare kepa. Pejgamberi tha, irgji, fa salli, fa inneke lem të salli, këthau falis të si falë. Hajgare më zba namaz bre? Për atë fjallorin tonë në thena hajgare, e që i bije të rame që pa, më falë, ja. Pra, imamet dhe me të zotët. Imamet që falë të ravit, për 20 minuta, 23 minuta, sikur se përshani pa dikuna për internet, dikuna shetë në pakistanez, kur nuk mund një në barabar me rame që, sepse kë bjen, këtë që, këta në kënë gjys, këtë të ngrit në gjys, këtë ra, edhe është një farë lej, pa mje e shëmtuar, ja, a jeni të bëjë gjimnastika të, për me forsu muskujt, a qenë të bëjë këmi letë këto? Qenë të bëjë, mare? Namaz, ja, që ka të dushtu që ka namaz nuk ka? Nuk bënë të hajgare me namaz. O, musliman. Fali 4, fali 8, fali 2 bre. Dholi pësha. Mas gjësore, mas 1 ore, mas 10 minuta, që fali dhe 2 tjera, së dhe 4 tjera. Shkën shpjetane fali 1 8 atje, 1 8 që të, 2 krasë fyre, 1 3 4, bëni 1 20. Për më se bësh 20 namaz bëhat, për fali mire ka dalë. Pas të e faj ka dhe gjemati. Jo, imami cili falë namazin, semi Allah, nuk djetë kur tha, kur kështu, kur tha, shtu, kur, që të mësë ti më falë? Jo, ty, bënjetë se kam. Që, ke dalëm, le vetë. Le vetë, le fik kalë vetë. Kur këthet imami këtanë, kërë kanë se ka përmas. Me thë, ja, ty, falë vetë. Jo, vëllaj. S'kem që atë bëjmë, kur që pa më falë, mas te, ja. Zba të e gare ke punë. Pa gjëraj tanë ditën në ne.
Thonë, ditën për agjeri për madhërej Zotin tem. Po vinë namaz në gjami për më madhëru Zotin tem me shpresë që Zotin ka më falë, se pejgamberi ka thonë, men qame Ramadane imanen wa ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min dhanbi, ai cili falë namaz të ravive, namaz natë fjallë të ravitën në këmet hadithet, imanen me iman, me bindjen, Allahun azza wa jall për madhështinë e Ramazanit, për farzën e Ramazanit, për lishmërinë e këtij namazi, wa ihtisaban, duke kërkuar shpërblim të Zotit, i falin gjunahet, që ka bërë më herët. Kështu që nimet të ravish presojnë shumë të Allahut na falin gjunahet, e nuk po vjen këtë për skulpturë. Unë për skulpturë kam në bicikletë shtëpia që atje, ose ose i madhi par patiket mira, e dana për mal dikon ose dal që atje nga i lodha se si kali kështu, atë ditë bëhna çoll, po nuk vjen xhamia për skulpturë. Xhamia me kënaq shpirtin, në robi Zotit, me kënaq shpirtin, me ushqy shpirtin në neve në xhami. Oj gëzon. Oj gëzon. Sahabët e pejgamberit në Ramazan i kanë zë sabahu. Jo, kena pun, s'kena pun. Pas atëherë mëse s'ka falë 20 njerëz, falë atë falë ka dalë. Ose thujo millet, na e falum pak më ka dalë. Atë sa na pranohet namazë, sa nuk zëmëron në minimum. I do këtë dikuj na ka dalë, falet vet. I do dikuj na shpejt, falet vet. Ose mësër do këtë shumë gjatë që përrina, falë një pjesë pëse falë krejt, se ki farës, ullu pësha, ose falë ullu në krejt. Por kjo është interesi për gjithë shumë, është namaz. Është namaz. Kështu që fashët dy janë shumë. Kryesore dhe i parë është e hoxhës, por dytësore edhe është edhe pjesa tjetër të kanë xhamatit. Sepse xhamati t'ja kana. Ja kana shpejt krim të ravit, ja kana. Nëse, e Zoti më Allah na falë. Profesor, për zakat, tha duhet edhe për banesa, për pasurinë me dhënë zakat? Zakatin duhet me dhënë në pasurinë në ari dhe argjend, para, mal tregtie, bakti, hajvanat, dhe në drithra, në bereqete. Gjësende të cilët i përdor robi e rëndit e shtëpisë, automjetet për punë, maqinerin që ka për punë, apo veglat e punës, o kjabë zakatën tu, s'ka nevojë. Dashur shikues, shkojmë një blok të shkurt të marketingut të rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webfaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi drejt për drejt me musafirin e nderuar Dr. Shefqet Krasniqi. Numri i telefonit ku mund të thirrni ose të bëni pyetje është 046 220022. E kemi telefonuesin, e mirëpresim. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët. Nisi u gjeta, ju përshëndes juve dhe hoxhën. Faleminderit dhe ne të përshëndesim. Faleminderit, urime muaj Ramazanit. Urime edhe juve, agjerim e veprat pranume inshallah. Faleminderit, gjithashtu dhe juve. Unë javën e kaluar e pyeta hoxhën për motrën time, ama harrova ta pyesa, ja tha të hanën mundet ose tejten ditët. I kanë thënë disa plaka se nuk bën hana zjarësh. Unë nuk e kam të qartë, a mundesh me përsërit edhe një herë pyetjen të lutna? I kanë në shpytre, do motra ime ty, i kanë për këtë muaj Ramazan. Ama i kanë thënë disa plaka se mund të hundet, nuk mundet ty të hënën dhe tete, dhe në të hapa të i kanë thënë se nuk mundet me hy.
E Është e qartë. qartë? Po. E qartë pyetja? Po, e qartë. Pyetja dy desha thëmë se tu këshia ka një mbes e bën ditëlindjen për herë, ama ajo tortën e ka vizatuar të bazën, si është e vogël, ashtu ka vizatuar ke tortja. Edhe ne kam pru neve. A mundet e a kemi halal me hangër atë tortën e? E qartë. Faleminderit për pyetjet. Pyetjet të qarta? Po, inshallah. Allah ju shpërblet, Amin. selam aleikum. Amin edhe ju. Aleikum selam rahmetullah. Profesor, pyetjen e parë. Po tek ku motra. përgjigjën. Nuk ka nevojë me vetë 100 herë. Në emision temi nuk më Nuk ka nevojë me vetë 100 herë, Allah në xhenet të qoftë ta. Amin, inshallah. Nuk ka nevojë me vetë. Unë kallëzova cilën ditë dushin ban në shtëpi, e më kallëzon mu thot ka thonë tajtën të hanët martën. Veti plakët, çfarë vetë bu pra? Atër veti plakat. Veç a ki shpi ku ki me hi. Unë të rëgoha shqip, hinë cilë shqyrë që ka mësu Allahu, azza wa gjell, me maru a qpi, hinë cilë ditë du shpi. Tash më alëzëmu e kanë thonë plakat, e mësën vetë mu Allah, se në sështina me plaka. Me plaka sështina. O batë kalëzej ty hinë cilë ndush ditë, ti pëthu t'ja harë me thonë se kanë thonë disa plaka. Po plakën ato, flasin që është. Plakat mingu, nuk banë më pasru ditën e marte, mingu plakat nuk banë më prej thejtë, mas përëndimi djelit, ha? Hanën nuk bën mi prej se të bjen deke darsën për një Ja, herë. ku nuk di shka na e më... Ka na që shto, ka një Ja, zëme vestit që një. ti esha të në tel mi tha, Kur të prerën ku djelle. di unë, po... Plakat mingu, plakat të unë, Allah në gjennet i qëftë, ja, rabbi, pe kam pas dëbë dalakine, ka pak e dësenë, po... Inshallah zëvët i falë. Qash kanë ditë, qash Inshallah Allah i falë. Të rëgoha shqepa të përgjigja, mës të marrëm kohë të tjerve. Sos për të përgjigj, po koha për na kushton. I të rëgova, cilën ditë dush helë shpi. O kërë kjo mesele. Përfëndaj, së vetë mu. E thë plakat që ka donë. Plakat nuk janë hagjenis ato. Plaka. Ka një, s'ka një, ka thonë, o thonë, ka thonë, thamë, thash, ku di unë. Po të kalëzeti që në ditë jenë të zotit, henë shpe cilën ditë dush. Tash Ramazan mu i bekuar me bereqet, elhamdulillah me Allah, të azze u gjenë. Veç a ka kushin shpitre. Tani, po, e kanë thonë disa pëllemave me hishtunë pak ma mire, sa në pas prish po njëtë është, s'ka në argumentës, di që ka dikën dhe një argument, henë shpe kur dush. Të dha pyti tjetër Edhe kjo. pyetja tjetër të na ka thirë këj shikja, Po bën me hamar tortën ato, se ti nuk e ke ba. Bën me hamar. ju boft mirë. Po. E presim telefonatën, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se ardhe, turnani. Dashta me pyet hoxhën para do dite ku nguni ligjërat hoxhës gjana që e prishin avdesin, po nuk e po ta qartë sekrecionet e bardha a e prishin avdesin a nuk e prishin, edhe pyetja tjetër me lanë si fyrin të na po do të me ta vën mas e ken koha sabajt. A den hen sabajt tani me lanë, e unë zakonisht gjithë me lanë 20 minuta para se me hi sabahu. A jam në rregull ajo? Aleikum selam. Zot ju rujt ju nderoft. Qatë dërës të ki qatë, në qatë dërës e ki, ngo edhe njëre, sekrecionet që që ndryshe, teshat e bardha, e prishin simbas 4 mëdhebeve, e prishin abdestin me gjithë diskutimet e tyre, a është lëng i ndyt, apo nuk është i ndyt. Ata kanë diskutuar me zveti, a është i ndyt, a nuk është i ndyt, sepse tani kalim të ndytësirat, futën në grupin e në temën e ndytësirave, por edhe ata dhe ata të 4 mëdhebet e kije e prishin abdesin në çdo gjë që ka del prej 2 kanaleve të zakonshme, të cilat njeriu qëtë Allah ju ndërro që ka lanë Zoti me qitë të pricën trupit, pe trupetve që ka lanë i madhi Allah, qofshin të lëngta, qofshin të ngurta, qofshin të pastërta, qofshin të ndyta, abdesin e prishin edhe kjo punë, nuk e që më lëva. Dhe e cila ka rrjedhje pastaj, të pandër prej respektivisht nuk mundet me kontrolu vetë vetën e vetë, aje konsiderohet sahibul özër,
dhe ajo e femra cila ka çrregullime në cikël mujor dhe personi cili ka rrjedhje gjaku pi trupit dikon apo rrjedhin hun gjak pa ndërprej apo personi cili s'mon man gazrat pleqëri apo personi cili ka të fort pas katedër që thënë asajna që atë kese në urinës me vete krejt këta foten në një grup që quhen sahibul uzr në një grup ku dohet me marr abdes për çdo namaz edhe kaq. Pej pikës namaz, kur he namazit, dhe në fund që ati këta sekot namazit, kanë të drejt me falë farzën, në nafilen, me lezu Koran, me bëjt që ka të dojnë. Ka leh koha, prish abdeset, me marë prap abdes tjetër. Asgjë tjetër këto nuk i pengan, nuk dallojnë pej të tjerave, përpos që do të me marë abdes për këta namaz. Ka të shtinë në kërkit me seli, me se harra dhe ec për para. Tamam? Edhe për çështjen e syfyrit, profesor pyeti. Ja kjo, për çështjen e syfyrit, ka dy që tha, kjo tha kështu. Hen sabahu ka, del syfyri ka. E zë shka ne puna shto? E këtë në të rëndit ne. Që tha një herë kja? Hen tha... 20 minuta para syfyrit, para sabahit e lam syfyrin. Jo, në 20 minuta, ja tha bedjeja. Tha tëna, hen sabahu të ma unë elim syfyrin. Po, ne e tha qështu, po tha e kemi praktiku. Po nuk bënd kjo punë, hen sabahu të elim syfyrin. Jo, në elim syfyrin të në hen sabahu. Ja zbata, po, do të ledhë syfyri hen sabahu. Hin sabahu, boni hin sabahu, s'ki qemë, la syfyri, mu syfyri dhe t'ju për ndërpritet. Mu t'jen këtë ditës agjerimit. është mesela është kur hen sabahu. E që i bje imsaku. Andaj, dhe të me këtyre imsakun motër, të se duke tjenë në Evropë dukën atje. Këtyre imsakun. Fundja për mbaj që ati imsakun, që kinë qatë vend që atë. E s'ka mund si sabah me hi para imsakit, nuk ka mund dësi. Nëse shkronë të në takvim tonë në gabim shtype, e kanë të gabim. Mund shme gabim teknik. Por në fakt nuk ka mundësi me hi sabahu pa dalë që fyri. Pa ndërpres që fyri. S'ka mundësi. Sepse një natën kem plijar me hangër. Shtash a bëj, a me hangër, shtash në sëfër? Po, a me hangër. Po, mëre. Mas 1 orë amoj, po. Mas 2 orë amoj, po. Mas 3 orë amoj, po. Pra mujnë 11, asa orë tash, po 10 asa bo. Mujnë 12, mujnë ora 1, mujnë ora 2, mujnë ora 3, mujnë ora 4. Po s'pojnë 5. Se tani më hen se fyri, tani vje imsaki, vje kuqe, kufini. Dhe i qëtu, po të drejt me horë me pi. Dhe i qëtu është natë. Imsaku është pikë ndarëse, hyn agimi. Hyri agimit, shfaqja agimit, duke agimit, është futje në ditë. Kale nata, hyri dita, o ndërprej imsaku. Dhe më nuk e drejt me horë me pi. Tamam. Të presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët, urdhëni. Desta mja bo hoxhës 2 pyetje. Po. Gruaja ja ka nis më fal, po i kanë thonë që ban më fal vetëm me pantolla e me një shami me vnu. A lejohet? A i pranohet namazi ashtu? Edhe pyetja dytë, desta me vetë hoxhën, a pranohet namazi kur ta kryna kurtizona pejgamberit alayhis salam selavate, pa e thonë surën e fundit. Dhe desta me pyet, a pranohet namazi a ju? E qartë. Faleminderit për pyetjet, urime për nusën. Aleikum selam. Bën me po pranohet namazi, çushja, pranohet namazi. Se të knesh, të hijatin, shahadetin, salavatin, qoftë dhe gjysmen, jep selam në regullë. Do në bo doa në regullë, për dhe pa doa me dhe selam në regullë është. Po ne zakonisht, këtë botën, fëmijët e vegjeni mësojna një formë të namazit, një formë. Së në thu fëmijës në vogël, bën qështu, o, mos ma pështel, po të rëgama një formë. Po dhe nuk e thot fëmijës, bën kështu. Ose dyku qa fillestar. Por i thua, ngorë birë, e thu të hijatin, e i hoxhan me tepat e saj, motra me të vëgjënit e mësan. Thuma të hijatin, shahadetin,
اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تكنا مسوبرين في ذكر أنيس مفعول تمام. ونسمع بعد ساين فونت ربنا آتنا في الدنيا اكنم بدوني لوتة تتربوينا شفت nga Kurani, qoftë nga hadithet, në rregull. Po nëse lojmë krejt këta dhe mjaftojmë me salavat edhe me tehijat, apo në rregull është. Në rregull. Kaq. E sa përket pyetjes parë, që shoqja jote ka nisë më fal, alhamdulillah që ka nisë më fal, por që e kushton Allahu në xhenet të qoftë ata dhe ty. E i bëhet bashkë në xhenet. Që e kushton asa me vesh një festan. Ose marrë qashaf më pështijel. është një farë qashaf pështijel për mi. Që e kushtan. Që ka raste, sahi ka raste, ku njëri është pak pozit pa lakmushme. Për shambull, plët motor kena tonat dhe cilat punojnë. Arsimtare, në administrat, në mjekësi, ose janë në rrugtim, në rrugë. Dhe si ka qëllu, ose e ka problem më veshës këta dijone, pra ndodhë do njëherë. Në kësa rast e themi, le të amla në vrejtën e vetë, trupin e vetë. Qes pas ka shami, e qëtë një shami, e falë qatë farë që atë, po nuk falet gjithë. Po jevrës falet është. Po dhe na borat për shamëll, ata në rrojnë pak. A bon më falë burin pijame. Qa me thonë? Po bon bre bon, ma se ke ronë qatë deregje ti, ti pritën më vesh, për hatër zotit, më vesh, më bo ma zëtnime, dalë para Allahot ma, sa Allah ka thonë, khudhu zinet e këmën dhe kulli me zgjit, zbukuranu, veshnu, kur të faleni. Komenta jetit. E që kuptimi ngusht është mbëlen avretin krejt. Po zine është zinet stëli. Pas të para kujt për del. A dalëm në pejamën arë një mek një mësaferi madhë me prit. E lëmë të dira me prit desa të veshëm. Pra, para mikët mësafiris për falën pejame, Allah të pedal për para pejame. Allah të pranon është më shërshëm, po bënë pak ma edukuar. O kalëzëme që më prënot, nuk thashtë prënotu në stakfarullah, sepse avret në këtë mëlluar. Por mëse bësh prehime, thonë të veç të prënot, a i të i gratë gjithë. Pra, nëse të nda njëherë je qatë që i lavtë, e je pa qef, ose ke dhimbje, ndodhe njeriu të rastet ndryshme kalon njeriu. Nga njëra ora në ora 2 me fjetë, në ora 4 ka sabahën, dhe në ora 2 ka udhëtu se ka punu, o dërmu trupi. Këti goja me zi pënën me knu që ato sure, me falë, po se lem pa falë farzin, së pënën trupi mu vesh. E din që avretin ka të milut, komplet, pijame, mirë, pëndodhë një herë, 2 herë, 5 herë, rallë herë, pra tek motrat njëjtë në gjahë. Shtu që grustane, do të me pasaj Allah në gjenet të qoftë një, kanë diçka të gjanë që e vesh, ose vesh për mi, ose pështjellet pak, rani është. Sepse femra se femër, tjetër konstrukt ka trupi femrës, nuk bën mi përshkru pasaj teshat më me ka të ngushta, pastaj mës me ka të ngushta kur bjenë në sejshda të ngjiten për trupi, ke që bjena e punë, o musliman, namaz dhe kë, namaz, çdo sen që e afron Zotit tënë, afrojen forën me të mirë, forën me të mirë Allahut tënë, për pas që krymë farzin, afreden formën e mirë, Allahut të madhruar, të barëke vë ta'ala. Alhamdulillah që Allah të kalzuat gru, inshallah Allahu varun dinin, u ashton imanin, sepse jeta pa namaz, është sigur se me marë në farë peshko, me shti diku në farë, që thënë këtina, ku i man peshqet, që thënë, dhe së përdimi thonë, që se, edhe që atja ujë trëbull, ja i hekujt krejtë.
Son jetën shpirti e robet pa namaz, sa peshku pa ujë. Jetë e vdekur është ajo, përgana shpirtërore po flas pa namaz. Ajo është jetë e vdekur. Shpirti dën namaz. Ushqimi i vërtet e shëndosh me kuptimin e plot fjalës. Për shpirt është namazi. Namazi. Po. E presim telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhani, mirë se erdhët. Kam një dy pyetje për hoxhën. Po. E para është këto selavatet kur i knoj kur të falna. Po. Në fund selavateve i knoj edhe kuluvallon edhe i nata, se nuk i di ato të fundit. Namaza qa, qysh për thu? Namaz. Më së gotë. E kënan ulesh në fund... Po, e knoj e të jatin, selavatet. Tani? Po, në fund ato tjerat nuk i di, e knoj kuluvallon edhe i nata. Jo, kur s'më s'këna më kur gjo. Jo. Kuluvallahun, i nata, dëgjan, e kënan në kam. Kur'an nuk knohet ullën as në sejde, në rëku as në sejde, as ullën. Dhe jatën e din, salavat, pik, jep selam, djath, majtë, e kërë namazën, plot e ki. O, kry. Pyetja tjetër? Edhe pyetja tjetër është, kur ditën e premte, kur... Ditën e premte, kur folna që i dërgoj Muhamedit a.s. selavate. Sallallahu alaihi wasallam, po. Edhe e kam babën që më ka vdek edhe motra, i dërgoj selavate. A do të mi dërgu me emra, qysh? Ha. Pse namaz po thu? Po salavat... Jo, ditën e premte që po thuj mi dërgu selavate Muhamedit. Ta mosh pa namaz? Po të pa namaz, po do të mi dërgu kështu me emën prendve edhe motrës. E qartë, faleminderit për telefonatën, selam aleikum. Aleikum selam. Salavatet jenë veç për pejgamberin. Nuk jenë për babën tënë as babën tëmë. Salavatet jenë për pejgamberin. Dhe të në me emën, Allahumma salli ala Muhammed, për me në emnin. Allahumma salli ala Muhammed për përmen emnin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Për te familjen e tina. Ndërsa për ta fërmit e tu, lutje istighfar, jo salavat. Lutje o Zot. Mshëro babën e vllahun e motrën kanë kim mshëro ja Rabbi. Tanë të vdekur të muslimanëve. Veçanti më mshëro babën e vllahun. Motra kanë e pate. Salavatet jenë për pejgamberin. Ndërsa, lutje, dua, kërkim falje prej Zotit për babën tënë dhe tjerë të afërmitur që i ki të vdekur. Përse që është qaru, po. A prishet namazin nëse njeri unë nga harre sa flet në namaz? Po. Si ta këshillojmë të njeri unë që me gjithë sa agjeron, prap flet fjallë të ndyta gjatë agjerimit. Anë pësaj më varet sa flet është. Varet sa flet, por ma mirë shme përsërit. Po, që shta, repyte dytë? Qysh mundemi me këshillu dikën që flet fjallë të ndyta gjatë agjerimit? Ha, qysh mundemi këshillu dikën që flet fjallë të dyta? Ati do të me thonë, o, musliman. A për din që ja agjeru shumë? A nuk ke nevoj për sevapën e agjerimit? A veç borë që do me la? Jo, Allah kam nevoj, atëherë mbëllë gojen. Mbëllë. Sepse me një fjallë goje, mund është me hupë sevapën asaj ditë e krejtë. Ma djesim bas dhahirive, dhahiritin i me dhe i veçan të fikot, e prish agjerimin. Do të me bë kaza, si mbas tyne, nërsa si mbas 4 imamave, 4 medhejbeve, shkolla juridike që janë të njohura, këtë botën,
islame nuk e prish agjerimin. Nëse agjerim prishet që ka futet mrena. E fjala del jashtë. Por e dëpsen agjerimin. E pakon sevapin. Dhe sa ma shumë njeriu të flet fjalë, pesta gjatë agjerimit, ka sa fytet me njerëz, i mallkon njerëzit, hahet me njerëz, aq ma shumë i pakohet sevapi, derisa të mbetet veç atë bërë që ka kry. Po kështu është edhe në haxh. Edhe në haxh. Plot ke haxhi Allah na ruaj të cilët e kryjnë haxhin gojen nuk e nalin. Mare, prape, shaja, tekte, aj sevap s'ka. Po borçin inshallah ka kry. E të ka gjerimit njëjtin gjë. Dhe të mi tutë Zotit, gojen do të me mbyll Ramazan. Pra ta pejgamberi na ka sugjeru, na ka këshillu, qysh më gjinë, thuj Allahum inni saim, unë jam agjërushëm. Pra kujteve të vetës se i agjërushëm, edhe s'mu i flasë, Ramazan. Popullin përdo ndryshe, thot, jem agjërushëm, mëse Ramazan, thuj që ka dush. E përdo popullin këta, thot, mëse Ramazan, e leva thas pa tham kërgjo. Që këtë që të kuptim e ka, pra mëse jem agjërushëm, unë i shkreti, dhe të me mbyll këtë goj, dhe shqyr që Ramazan, dhe shqyr që dhe të me mbyll këtë goj, se ty bën e kësha mbyll. Po mëse Ramazan, dhe të me mbyll. Ha, që kjo është njëti kuptim, vetëm se me shprehje të ndryshme. Po. Profesor, një mësues e pyet, thot, a ka mundësi me i bashku drekën edhe ikindin, sepse në shkollë kam të pamundur me e fal ikindin, nuk e kena asnjë mundësi. Qysh me vepru, thot, në rastet tilla. Po këtë pamundur është pak e randë. E randë, se të pamundur, dhe që vit pamundur? Pamundur i bjen kur nëse falet ka pa, nëse ke provu edhe të ka dha vërejtin e fundit të qesin për pune, mund thush, ose mund thot dikush e ketë pamundur për shkak në për fabrikën perëndim, si tullet se unë të qena këtu tash, edhe ka maqine për para, ose është edhe në kam, edhe 8 orë me përjashtim kër i ka në gjysore pauzë. Aj, që të para maqines vetë të palu senë, të bodi qka të non stop. Që kë, nuk e ka letë se së tysh me gjithë atë hapsin. Pra jenë kalablak punë, që jenë kalablak punë për profesione, ku vërtet e ka vështirë. E që ti në vendet ju muslimanë, ku se kuptojnë ata. E që atë Europë dhe të një botë të anatë mëndshmet, me marë masat. Qoftë me pyet atë bosin, shefin. Thonë, unë ti duhet 2 minutat, ose 5 minuta. 5 minuta vjenëm në rënë. Sepse, nëse mund ka barkë Allah i ndëroft, a do të më në rrudi kush më shkone për banja, a do të më në rrudi kush, për anë këtë të torve po, në rënë. Tamam, ma dje. Edhe këtë metodë në përdor, me thotë dhe kujnë rëmë se më kapi barku, do të më shku se harën banja. Me ti me avdes, 2 minuta shpejt e falë farsi. Së funksionan kjo falesh ullën, me isharete. Së funksionan as kjo e ke vetë, pe përpjekën, të nanë, s'ka si mundësi, atër i banë bashkë. Që bje kaza ma sandej, ma sanej, jo ma heret, ma vonë. Por do të mundu maksimum. E këtu arsimtarët, unë s'pedi, pëse pështërën ka të shumë këto, kurse ka klasë thatë, me pyet ndo një drejtorin, drejtorin, na i karerat e me pyet, ka në edhëm që kanë malë këtu, këse farë, rratë që shadin që të projnë, cenet preshta, ka dykon, ata musliman bërën e për shkolla, bilën Kosovë tekni, nuk janë këtu në Kralevë, do këtë nuk jenë në Kralevas, as në kësheqas. Na jena në Kosovë, ku njerëzit jenë 95, 6, 7 musliman, % musliman. Po në ato të me hezitojme, ki jena frika cakë, jena të leqë, si popull. Nuk e kema të krenarin tonë për këtë islam. Se kema të krenarin tonë. Se në pas krenarin i plot që je musliman, pasha zotin. Po të falë, edhe në shtëpit bardhë, në shtëpit kuqe, të këvët e bashkuara.
në Bruxelles, në Rom, në Vatikan, e kur që ka me falë namazin. Ndash të më thojnë bërri mirë, ndash bërri keq, ndash ekstremist, ndash që është dojnë e thë njerëzit. Namaz jam ekstremist për ty, ja? Namaz jam ekstremist. Po të thuj që ka dush, se në kështa është për ty ekstremist jam. Sepse e kam dykime mjekër, sepse kam një shami, sepse thëm la ilaha illallah, dhe ketë musliman të ekstremista. Krejt musliman për të tjerë të në ekstremista. E jo, Allah, namaz me ilaun. As njetë se ka. Pastaj Allahu ka thonë, me ajet kuranor, o me jetë të qillah, yaj'aluhu makhraja. Ai që ka frikë Allahun, pra e bën këtë që është e mundshme, s'bën të pamundurën, popullat pamundurën, e bën atë që është e mundshme në takat tia për të saj, Allahu ka me qelë rrugë. O me yattaqillah. Allahu ka me qelë rrugë. Yaj'aluhu makhraja. Ka me qelë rrugë. I madh është Allah. Dhe këta kom pa praktik me dhjetra, me qindra herë. Me dhjetra, me qindra herë, tek vllaznia, tek motrat, tek vetja jam, në Kosovë, në diasporë, andej, këndej, që njerëz më kanë pyet, ose më kanë tregu, ose dhamë subhanallah. Ka qërë zotë ullë sepse ju ke tutë Allahut. Qo për namazet, qo për letrat, qo për mbëleset, qo për atë, qo për të, qo për la ilaha illallah. Nuk ka rrugë që të mbyllet, të sta qëllë zotë në rrugë qëtër. Veç e ke për i meti. Mi të rrgu zotit tënë që në kom për i mesat. Ta shtrëngan, me ta testue bindjen, sabrin, dëvëqmerin, lidhëshmerin tënde me Allahun e madhruar. Dhe pas të e thënë, ecë kraj. Për shumë dhe punë e shamijave që, në përmësien e Kosovë. Sa motra kanë do dhe që gjysa Kosovës, kam gjysa Kosovës në kam, gjysa Kosovës. Në kam, pëse më lua atje një profesorish, atje dikon ka në Malisheves, pëse një tjetër atje dikon në gatin Sahare, kini tash së fundi për haqit të vënë një mbëles, pëse atje një zanë se tjetër në shkollë fillore, pëse atje jo një herë, po një 15 herë, jo mërë ma shumë se 15 herë, mas pak të për që më në shumë që 20 vjetë, jo mërë ma shumë se 15 herë, o bo shumë madhe, se për madhe pjesërisht, po e madhe nivel nacional, o bo, edhe në fund, aty në metë venë aty, i ka qëllë zotë hu, dhe adhurojnë zotin, fali namaz. Edhe janë shumë të sukseshme. Edhe janë shumë të sukseshme. Kjo e ka një kuptim, zbërthim e ajetet koranor. O me yattaqillah, yaj'aluhu makhraja. Ai që i tutët zotit, ka me qëllë zotë hu. Ka me qëllë rrusa. I tutët e fjalla, dëvëqmëri, takvallok. E kam për me namaz me ilaune. O ju njëtë, shamis me ilaune. Shamia farës, s'ka të bëjmë ekstremizma, s'ka të bëjmë radikalizma, s'ka të bëjmë, ju me letë, ja, keni syja, po në i zytë juve. A i bëjnë dritë sytë juve. Shamia është harën, lesk, harën, por më mbolan që të flak temen, sepse kom bindje fetare. Kaq. Sepse kom bindje fetare, e për mu, është urë dhe rëzotit, unë e quj farës, që këte. Për mu se muslimane. Për në ryshe, sensë, drysha. Me shamimën me bo pilote, ushtarake, policia, arsimtare, mjeke, sportiste, bujqe atje, që ka dushme të bo. Qapën nga shami. Por, njerëz të vlerësojnë këtë formë, nga mazdia, nga islamofobia, nga neviteti, nga inati që kanë islamit, nga përpjekja e tyne për ta ulur islamin, kjo veç po ngritet përpjet, janë shumë sene, pavarësisht të gjitha këtyne, rregull është i njëjti, ligj ky i Zotit, ligj është. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Ai që tutë Zot kam qenë Zoti u. Dhe krejt ata, të cilët kanë dështuar, kur është ngushtuar, dihen se janë dy gjëra. E para kryesore është nuk kanë qenë të lidhë me Zotin sa dohet. Se kanë pas për i me. Dhe një shtrangim i vogël, bëm kanë ra. E dyta, e ka ditë Allah se këta njerëz nuk janë, andaj va ka shty për më vonë. La ilaha illallah. Për ata njerëz do të akuzojnë vetën e vetë. Në më sukses, në kryen farzave të Zotit.
Me thonë, unë s'ka shidin, ose në punë të hajrit, se meritova këtë punë. Se meritova, pra ta, Allahu s'ma bëni nasib. Se meritova, filan thët vetës, ki nevoj, pas ke nevoj për me vëdetën ta në hala. Se meritova. Këtë dharat madhe të Zotit. Kuku për mu. Allahu në falë të në mëshiroft. Po. Inshallah, profesor, Allah të shpërbleft. Të dashur shikues, ju falenderoj të gjithëve që ishit bashkë me neve. Inshallah do takohemi prapë të martën tjetër. Selam aleikum.